S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Dita, para se të dëgjojmë shërbesin e radhës, mësimin e radhës, si e quan? Mesazhin e radhës, sepse kanë qenë çiksi mësime këto mesazhet e fundit. Janë në lidhje me martesën, Altini më kërkoi javën e kaluar që të mendoja diçka për të ndarë me juve lidhur me martesën dhe si burr i martuar, ky është çuni im. Thash që më takon. Dhe mund ta bëja. Unë jam bazuar tek ato çfarë C.S. Lewis ka shkruar për martesën, për qenë teologjikisht korrekt në këtë, po nuk po zgjadhem më dhe thjesht po ju a lexoj. Quhet Beslidhja e dy vetëve. Martesa nuk është një kontratë rehatie, është një beslidhje guximi. Është vendimi i qetë për të dashur si çdo Krishti. Jo vetëm në dritën e gëzimit, por edhe në hijet e keqkuptimit. Është të pranosh jo vetëm njeriu që njeh sot, por edhe atë që partneri ende po bëhet përmes hirit të Zotit. Shkrimi thot: dashuria i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha dhe nuk likshtohet kurrë. Kjo nuk është dashuria e prallave me princë e princesha, por dashuria e kryqit. Është dashuria e durueshme që fal 70 herë 7 herë, që dëgjon përpara se të flas, që shërben përpara se të kërkoj. Zoti e krijoi martesën si pasqyrim të besnikërisë së tij. Kur dy njerëz qëndrojnë përpara tij dhe thon po, qielli dëgjon. Sepse në atë çast ata premtojnë të dashurojnë ashtu siç ai dashuron, plotësisht, lirshëm, besnikërisht, përjetësisht. Është një dashuri që lëshon rrënjë kur vijnë stuhit. Një dashuri që përtërihet dhe zgjedh të thot po çdo mëngjes. Qëllimi i martesës nuk është përsosuria, por shenjtrimi. Dy shpirtra që mësojnë durimin, përulësinë dhe gëzimin në punën e ngandalt të hirit. Çdo stin, e qeshura dhe lotët, fitoret dhe humbjet, bëhen mënyra përmes së cilës Zoti shkruan historinë e tij në zemrat tuaja. Shkrimi thot: burra, duajini gratë tuaja ashtu siç Krishti deshi kishën dhe dha veten për të. Ky është misteri dhe thirrja, të japësh, jo të zotrosh, të ndërtosh, jo të sundosh. Martesa nuk është përgjetur dikë që të plotson, po për të ecur së bashku drejt atij që të ka bërë tashmë të plot. Është një akt i përditshëm besimi. Besimi se duke humbur veten, ti gjendesh sërish në dashuri. Dhe kur dy besimtarë ecin dorë për dorë ndër vite, duke falur, duke shërbyer, duke u rritur së bashku, ata bëhen një ungjilli i gjallë. Një ehon e vogël e përjetësisë në një botë që ka harruar se si duket besnikëria. Prandaj duaj plotësisht, lutu vazhdimisht, qesh fort, fal shpejt, mos harro. Forca e martesës suaj nuk do të vijë nga madhësia e dashurisë që keni për njëri tjetrin, por nga madhësia e dashurisë së tij brenda jush. Zoti ju bekoj. Shumë faleminderit. Po unë që do them tash? Jemi në pjesën e tretë të serisë për familjen, e kemi marrë seriozisht të gjë. Shkrimi flet kaq shumë për familjen, ne e kemi marrë me faza. Javës kaluar folëm për njohjen, nga njohja deri te altari. Sot do folim për martesën. Javës tjetër edhe 6 fazat e martesës. Çfarë ndodh kur martohen ca njerëz? Sa e dinë se janë martuar edhe i kanë parë, po për të rit. Edhe javës tjetër kemi prindërimi i fëmijëve të vegjël. Kur sapo bëhesh prind, edhe kemi një çift nga Elbasani që do të ndajmë ne. Pas tyre kemi prindërimin e adoleshentëve, kur fëmijët janë adoleshentë dhe studentë. Edhe pastaj gradualisht pa mbyllim, duke sikur po shkojmë deri për Krishtlindje, duke fol për martesën, sepse është besojmë që Perëndia e do shumë familjen. Prandaj duam të rrim edhe të shohim me detaje, edhe qëllimi i gjithë serisë është ky, që të ringjall dhe të ndez shpresë për çdo familje.
Edhe besojmë që pavarësisht nga çfarë familje vjen, nëse vjen nga një super familje, sa mirë, ama nëse vjen nga një familje që ka qenë e vështirë edhe ke kalu shumë gjëra, dëshira e Perëndis është që të ringjallë shpresë në ty, për familjen tënde që po krijon, ose që do të krijosh. Edhe është mesazhin sot do ta ndaj me Nusen, që do ndaj unë një pjesë, pastaj do ftoj Adën të ndaj një pjesë, dhe pastaj do ta mbyll prapë unë. Por kur shikon Zotin, kur krijoi familjen e parë, si u krijoi familja e parë? Kush e mamen? Zoti krijoi Adamin, edhe pastaj nga pema krijoi gruan. Nga kush? I shkuli një bri Adamit, e krijoi një njeriu, i hoqi një bri Adamit, edhe u bën dy. Edhe pastaj kërkon shkrimi nga këto dy të bëhen prap një. Hajde ta lexojmë. Shkojmë te Zanafilla, kapitulli 2. Dhe njeriu tha, kjo së fundmi është kocka e kockave të mia, mishi i mishit tim. Ajo do të quhet grua sepse është nxjerr nga burri. Për këtë arsye, njeriu do ta braktisë baban dhe nënën e tij, do të bashkohet me grupin e tij, me gruan e tij, me një, jo me grup, me gruan e tij. Do të jenë një mish i vetëm. E di që, shiko, që duket si kontrast. Burrit jo është një bri, u krijua grua, nga një u bën dy, tash shkrimi thot nga dy do të bëhen një. Edhe si shta Blendi, edhe unë dhe jemi të martuar, bëjmë, mas 3 javësh bëjmë 22 vite martuar, edhe kemi callafet që atë themi, edhe i thash Danielit, gjene i foto kur ishim ne të martuar, unë dhe Ada, sa të vegjil kemi qenë. Kështu që është, këta nga momentet e dasmës tonë, edhe kam 22 vite, e 3 vite njoje, 25, unë jam 50 vite, gjysmën e jetës e kam kalu me Adën. Ajo ka kalu më shumë se sa gjysmën, se është 28, është qikë më vogël se unë. Por shiko, martesa ka shumë sfida, sepse duket që momenti që një çift martohet, duket sikur ligu mundohet me çdo lloj forme, si ta sulmoj, edhe t'i gjuj, edhe ta dëmtoj martesën. Sepse atë pun ka ai, çfarë thot shkrimi? I ligu vjen për të vjedh, për të vra, për të shkatru. Kur Perëndia bën diçka të bukur, i ligu do i qepet pas, edhe do që ta dëmtoj. Edhe aq e ka dëmtu martesën, sa që ka raste që martesa duket halli madh, duket si burg i madh, edhe beqarët thonë, ma i sa shof nga çiftet e martuara, mumze frika, jo që s'më shtohet dëshira për të martuar, po më largohet dëshira për të martuar. Edhe për dikë që bën atë gjën edhe është i divorcuar, nuk do dohet që të ndjesh asnjë lloj fajsimi për gjërat që ke kaluar. Nëse ti po na ndjek online apo je këtu, shiko, qëllimi i mesazhit edhe gjithsërisë të martesës është që të ndezë shpresë. Nëse ka ndjen në ndjesi fajsimi, nuk është nga Zoti. Nëse ndjen në ndjesi fajsimi, sille para Perëndis, rrëfeje nëse është gabim mëkat që ke bërë ti, shërohu edhe lëviz përpara. Sepse kjo është dëshira e Perëndis. Kështu që kur kujtoj 22 vitet e mia me Adën, më kujtohet Mateo, një nga nipat e mi, thonte është i bindur që unë dhe Ada nuk zihemi asnjëherë. Që ne jemi çift fantastik, ne nuk zihemi asnjëherë, por e vërteta nuk e kemi pas fush me lule. Ka pas ditë që s'ka pas lule fare. Jo s'ka pas lule, por kanë dalë të ferra her pas here. Edhe kështu që kishim këtë verë, kishim një goxha sherr, unë dhe gruaja, na zgjati ca ditë, edhe djali i madh ishte me ne, edhe ai studion psikologji. E duke na pa ne që po ziheshim, edhe di çfarë tha, shiko, kam lexuar filan studim. Edhe duke ju pa ju dyve si po ziheni, nuk po m'pëlqen. Ka ca sheja jo fort mira. Edhe tha, ore, duket sikur, do qëndroni bashkë dy me këtë lloj sherri? Edhe ne ja plasëm qeshës, edhe tham, shiko, ne jemi shqiptar të brezit para 90-s. Që pu prish na i gjo, ne ernojmë.
Nuk është që u prish e hedhim, shko marrim një gjë tjetër. Edhe thash këtë për mos kriju idenë që shiko, Altini me Adën thon llafet bukura se kanë terezi këto. E vërteta është nuk ka qenë terezi. Ka qenë gjithë ulje ngritje, gjërat bukura, sfida, edhe gjitha brenda, sepse dy njerëz zakonisht martojnë dy njerëz me personalitete ndryshme. Edhe kur janë aq të ndryshëm, ç'a ndodh? Ka xixa, ka përplasje gjithkohës. Prandaj kjo biseda është biseda që do të ndaj me ju sot, është shiko, kur dy njerëz martohen bashkë. Jo dy çuna, jo dy goca, se kemi sqaruar këtë që në fillim. Kur ato thonë po te altar do të jenë bashkë përjetësisht deri në fund, kur ka lule, kur ka ferra, kur ka përplasje, kur ka ulje, kur ka ngritje. Ky është mesazhi, si bëhen dy në një, edhe si qëndrojnë një. Si bëhen dy në një, edhe si qëndrojnë një. E para është, Bledi përmendi beslidhjen, cili është kuptimi edhe fuqia e beslidhjes martësore. Ndoshta ndonjëherë se ka dëgjuar për këtë fjalë dhe është herë e parë, po beslidhja në martesë, edhe për ne si shqiptar ka kuptim beslidhja. Se besën e kemi gjithmonë apo jo? Besa e shqiptarit. Edhe është, shiko, në martesë çifti i jep besën njëri tjetrit. Edhe diçka i premton, do jemi bashkë derisa vdekja të na ndaj. Fjala beslidhje në kuptimin hebrej, kur është përmend për herë të parë, lexohet berit. Nuk e di ku është theksi tamam, berit, por ka kuptimin kur pret diçka, kur bën një betim, kur bën një lidhje, marrëveshje ose premtim i pathyeshëm. Edhe në Bibël, sa herë që lexohej për beslidhje, kishte një there një qenj, një viç, derdhej gjak ku lidhej besa. Për të treguar që kjo gjë po vuloset. Edhe kjo gjë nuk prishet më. Edhe është në rastin e martesës, është e njëjta gjë, në çifti lidh besën me njëri tjetrin. Edhe në kuptimi kur dikush kur therej diçka, në kontekstin e dhjatës zi, therej një qenj, edhe kishte kuptimin që ne të dy po martohemi, edhe po lidhim besën, edhe po therim këtë qenj, edhe diçka kuptimi kishte, po undava unë me ty, më ndodh mua ajo që po i ndodh t'i qenjë. Nëse ne të dy ndahemi, edhe thym besën, na ndodh ne të dyve, kjo që po i bëhet këti qenjë ose viç ose çathere. Shiko, është Zanafilla 15, është beslidhja e Perëndis me Abrahamin, edhe Zoti i kërkoi Abrahamit të merrte disa kafsh për të lidhur besën me Abrahamin, edhe Zoti i tha, theri kafshët, çaj në mes, edhe vendosi një gjysmë në një anë, dhe një gjysmë në anën tjetër, edhe mori një viç, një dhi, një dash, një turtull edhe një plumb. Edhe Perëndia tha, unë do t'i bëj pasardhësit e tu si yjet në qiell, si kokrizat e rërës, unë do të shtoj ty, do jesh të panumërt pasardhja jote. Edhe për të treguar që do ta mbaj fjalën, hajde bëjmë një beslidhje, hajde lidhim besën, dhe mori ato 3 kafshët dhe 2 shpendët, i theri dhe i preu në mes, edhe Zoti kaloi përmes tyre, edhe për të thënë, nëse nuk e mbaj fjalën, kështu më ndodh mua kjo që po i ndodh këtyre kafshëve. E ndër breza, Perëndia ka bërë beslidhje me Noeon. Kush e mbaj beslidhje me Noeon? Zoti tha, të jap fjalën që bota nuk do përmbytet më me ujë. Edhe shenjë e beslidhjes është ylberi. Me Abrahamin në lidhje me pasardhësit e shumt me tokën e Kananit, që do ishte pasardhësve të tij. Me Mojsiun, kur i dha 2 pllakat me 10 urdhërimet, me Davidin, edhe Davidit i tha, nga lija jote unë t'jap fjalën edhe besën që nga lija jote do të vi shpëtimtari i kësaj bote. Edhe Perëndia ka bërë beslidhje me ne, me gjakun e Krishtit, çuditërt për ne. Edhe vulosi këtë lloj beslidhje, sepse çdo beslidhje kishte gjithmonë një flijim. Edhe gjithë to beslidhje janë për të treguar Perëndia nuk gënjen. Kur ai e lëshon fjalën, ai e mban premtimin. Por kemi
i hallt madh sot, edhe halli është ky. Perëndia megjithmen është perëndia i beslidhjes, nëse më ndihmon, por po jetojmë në një botë me kontrata. Perëndia ynë është perëndi i besës, ai nuk ka ndryshuar. Ai gjithmonë kur jep fjalën e mban. Por jetojmë në një botë me kontrata. Po nuk bëre 1, 2, 3, unë nuk të dua më. Nuk jemi më bashkë. Po nuk bëre ti 1, 2, 3, nuk jemi bashkë. Nuk të fus më në shtëpi, nuk të njoh më. Edhe në martesë njerëzit mendojnë sikur po hyjnë në kontratë, por në sytë e Perëndisë po hyjnë në beslidhje. Po japim besën njëri tjetrit në praninë e Perëndisë. Edhe kontrata thot, ti bën 50%, unë bëj 50%. Beslidhja thot, unë bëj 100%, ti bën 100%. Japim të dy maksimumin ton për këtë gjë. Edhe kontrata bëhet mes 2 njerëzve, beslidhja bëhet mes 3 personave, i treti është Perëndia. Beslidhja nuk bën matematik. Prit shoh një herë, ke bë këtë, këto tjera si ke bë, mu hiq nga syt. Jo, beslidhja nuk bën matematik. Beslidhja thot, unë do t'jem me ty deri ditën e vdekjes. Unë do t'jem me ty deri në fund. Pse? Kam dhënë besën. Por kufizimi i thjesht i beslidhjes martesore do ishte kështu. Pavarësisht se ç'a do të ndodhi, ne do të rrim bashkë. Kur të hapësh syt, do të jem aty, unë do jem aty, do jemi bashkë deri në fund. Edhe kjo i jep siguri çiftit, që nuk është në bazë të performancës, ç'a do bësh, ç'a s'do bësh, po bëre, po s'bëre, dhe është dikush duke marrë çnim gjithkohës. Por kupton që je pjesë e një beslidhje, edhe beslidhja e mban çiftin bashkë. Kjo lloj gjëje e mban çiftin bashkë dhe heq gjithë tensionet edhe gjithë merakjet. Shiko, çtu në tjetër kam një dasëm të drejtoj ceremoninë e një çifti, një gocë nga Tirana, martohet me një çun nga Boston, edhe më kërkuan të drejtoj ceremoninë e tyre, edhe shiko, dasma ka shumë gjëra të bukura. Edhe kur i takova ato fillun duke thonë, shiko se për dekor kemi marrë këto, vendi do jetë këtu, është shumë i bukur, do jetë kështu, kemi ftuar këtë, kemi ftuar atë, njerëzit vishen bukur, çdo gjë shkëlqen, por e di cila është pjesa më e rëndësishme e dasmës? E di cila është? Janë premtimet që çifti bën ndaj njëri tjetrit. Ndaj njëri tjetrit, para mysafirëve edhe para Perëndisë. Që unë do t'jem me ty nga sot deri në fund. Edhe të gjithë dasmat që kam drejtu, asnjë çift nuk e kishte me dimendje. Kur unë them betimet, edhe them, a do ti filani të martohesh me filanin, edhe të kështu, më thuaj. Edhe sa herë ja drejtoj mikrofonin, në 100% të rasteve ka qenë po. I kthesh gocës. A do ti filania të martohesh me filanin edhe kështu derisa vdekja t'ju ndaj? Gjithkohës ka qenë po. Gjithkohës ka qenë po. Momenti që thuhet poja, ajo gjë po vulloset nga Perëndia. Ti hyn në beslidhje. Edhe ka pasoja kur nuk e mban fjalën. Opa. Ka me gjithmen? Kështu thot shkrimi. Nuk them gjon, Malakia kapitulli 2 vargu 13 thotë kështu. Ju po bëni edhe këtë veprim tjetër, i thot Zoti atyre burrave. E mbuloni altarin e Zotit me lot, me të qara dhe vajtime. E di pse? Sepse ai Zoti nuk e shikon me favor ofertën tuaj dhe nuk e pranon më me kënaqësi nga duart tuaja. E di çfarë kuptimi ka? Zoti nuk po ju përgjigjet lutjeve të tyre. Ato luten, Zoti nuk përgjigjet. Cili është halli? Është vargu 14. Megjithatë ju thoni, pse Zoti nuk po përgjigjet? Sepse Zoti të ka parë. Zoti është dëshmitar midis teje edhe gruas tënde, bashortes së rinisë tënde, ndaj së cilës je sjell me pabesi, ndonë se ajo është shoqja jote dhe bashortja e beslidhjes sën. Pse s'po gjë Zoti lutjet? Ke thy beslidhjen, ke thy besën. Nuk po e mban atë që the. Edhe për shkak të kësaj, është në këtë rast mesazhi drejtohet burrave, sepse në këtë kontekst vetëm burrat kishin drejt
të ndanin gratë, në kontekstin tonë sot është për të dy palët. Vargu 15 thotë kështu: pra nuk i bëri Perëndia një qenie të vetme dhe megjithatë fryma qëndron në ta, por përse vall një qenie të vetme? Sepse ai kërkonte një preardhje nga Perëndia. Pjesa e fundit: tregoni pra kujdes për frymën tuaj, dhe askush të mos sillet me pabesi me bashorten e rinisë së vet. Vargu 16: sepse Zoti, Perëndia e Izraelit, thot sa ai e urren divorcin dhe atë që e mbulon me dhunë rrobën e vet. Thot, kush thot? Zoti ushtrive, ai giganti fare. Tregoni pra kujdes për frymën tuaj dhe mos u sillni me pabesi. Si ishin këto vargje? I çikteron ta përbes. Qa thot? Nuk thot aty, Zoti bariu i mirë që të do fort, që të ka xhan. E di qa thot? Kush i ka thënë këtë fjalë? Zoti ushtrive. Zoti që mund t'i thot Mikaelit, qohu, edhe engjëlli Mikael mund ta zhduk botën komplet në një sekond. Ai po i thot këtë fjalë. Edhe Zoti e merr shumë seriozisht martesën. Edhe atë pon në altar. Edhe në këtë rast po ju flet atyre që trajtojnë gratë e tyre. Edhe çfarë po i thot? Mos mu hiqni si burrat mirë kot. Kot vjen tek altari edhe lutesh, ti nuk e majt beslidhjen. Nuk kam për ta dëgjuar. Ti ushtron dhunë ndaj gruas tënde, edhe ndaj kësaj gruaje që ke dhënë fjalën, ke dhënë besën, edhe është sepse ke rebelu ndaj Perëndisë. Beslidhja është në mes tre personave. Nuk është vetëm mes burrit dhe gruas. Është mes burrit dhe gruas edhe Perëndisë. Edhe divorci ashtu përjetohet, ashtu duket. Sikur të dy personat kur divorcojnë, sikur janë shkëly, sikur janë parë në mes. Sikur janë coptu, edhe sa shumë e vuajnë dhe fëmijët, jo vetëm burrat. Dy gjëra janë më shkatruese për një burr. Është kur është pa punë, edhe është kur është pa gru. Edhe kur është pa punë, edhe shkon koha e gjatë që burri është pa punë, është sikur i dëmtohet identiteti, se Zoti na ka kriju të punojmë, të prodhojmë. Edhe tjetra është kur është i divorcuar. Edhe nëse nuk është për fajin e tij, burrat e vujnë tmerrsisht. Pse është tamam sikur çahen në dysh, sikur pritet një pjesë e tij ose e saj. Prandaj mbrojeni fort familjet tuaja. Mbrojeni fort gratë e beslidhjeve tuaja, burrat e beslidhjeve tuaja. Shiko, si ta coptoj këtë në formë praktike? 6 fazat e martesës. Shpesh njerëzit shohin 2 faza në martesë. Sipas shkrimit, duket sikur ka 6 faza. Faza e parë është ajo që kemi gjithë qef. E di kush është faza e parë? Mujë mjaltit. Kjo është, edhe mendojmë që kështu do jetë gjithë jetës. Është koha, kjo koha e bukur, zakonisht shkon disa muaj, mund shkoj deri 2 vjet, është koha me tolerancën më të lartë. Ai mund t'ia fusi kot edhe prapë është si shpirt. Ajo mund t'ia fusi kot edhe prapë është më e mira në botë. S'ka gjë zemër, unë të du shumë. Ne jemi si shpirt, ne të dy forever together. Çdo gjë duket e bashkë, e bukur. Qesh me shakat e ti dhe kur zja për qesh. Thotë të lumshin durët për atë që gatu, edhe nësa ajo s'futët në gojë. është zjarë fare, çdo gjë është e bukur. Derisa vjen te faza e dytë. Faza e dytë është zbulimi i realitetit. Fillon të kuptosh ca gjëra që si kishe pa më para. Ore, më duket gërret ky. Deri tani ti se kishe kuptuar që ai gërret, që ajo gërret. Më duket ti vjen era nga goja, ke lavë ëmbët ti sot? Më duket ti, ne kemi një vit martum 2 vjet, unë s'kam ndjen erë nga kom, po ti të vinë ka era djerë sa o i zi qa ere. Edhe fillojnë e të bezdisin gjërat. Ato gjëra që ishin gallat atëhere, nuk janë më gallat. Tashit ai që në trunin, ajo gjëja që të pëlqeu ty të ai,
që ishte i shtruar, që ishte i mirë, që ishte i merrte gjërat shtruar. Tash të bezdis. Pse më hecën aq avash? Luaj më vendit. Edhe ajo që të tërhoqi, tash i kthehet në bezdi. Është edhe ajo që duket për qesh, tash i ta hiqtur, të këricner, ma ke thonë të shaka 100 herë, asnjëherë s'është për qesh. Boll me këtë. Edhe është zbulohet realiteti, edhe pastaj gradualisht hym te zona e tretë. Edhe zona e tretë është acarimi i njëri tjetrit. Edhe është në këtë kohë, shumica e divorceve ndodhin në këto vite. Në këto vite, kër acarimi shkon aq shumë, sa e heq truni fare. Edhe shkoha që çiftet ndajnë, sepse ajo që ishte për qesh nuk është me për qesh, jo vetëm kaq, macaron shumë. Edhe është tani janë ato vitet kur zemra jote, princi jot, princesha jote, mbretresha jote, ylli jot është kthy në shtrig dhe shtrigan. Edhe është bë armiku i shtëpisë. Edhe është në këto vite ka lind shpreha 2 hasëm në një astek. E gjuk të shprehen, kjo fazë e sigur që ka lind. Edhe për shkak se nuk zgjidhen gjërat, edhe lihen gjërat zvarr, mahet i natë me ditë, flihet në divan me net, hahet vesë të skuqura, se vetëm atë di me gatu, për javë të tëra, vetëm vesë skuqura, vishet e njëjta bluzë, i herë me i kra. Edhe në këtë fazë çifti shpik fjalë të reja. Jemi aq ndryshe sa s'di ç'a them. Deri tash ishim si shpirt, ne jemi fiks për njëri tjetrin. Tashti ne kemi ndryshime të papajtueshme me njëri tjetrin. Ky është kaq ndryshe, kemi vlera kaq të ndryshme. Kuj kisha unë syt atëherë? Unë pas kam qenë i verbër krejt, pas kam qenë qorë fare. E dje që dashuria të verbon, po të unë dhaj qik më shumë efekt. Edhe ajo që të ndihmon në këtë fazë, është të kujtosh vetëm një gjë. E di cila është? Unë jam në beslidhje me këtë person. Unë jam në beslidhje me këtë person. Kam premtuar që do t'jemi bashkë derisa vdekja të na ndajë. Edhe hym te faza e 4, që është beslidhja. Që do thotë, çfarëdo që të na ndodh, mua më ke këtu. Çado që të ndodh, nuk të lëshoj. Baza e beslidhjes nuk janë ndjenjat. Pse u ndat? Po nuk ndjeja më për të. Nuk ndjeja më, nuk më plotësonte më, nuk kisha këtë, nuk kisha atë, edhe kështu që po iki. Shiko, e vërteta është, nëse do ishte në bazë të ndjejave, nëse dashuria e Perëndisë do ishte në bazë të ndjejave, a do na donte Zoti gjithkohës? Nëse baza e dashurisë atij ndaj nesh do ishte në bazë të ndjejave, a do na donte Zoti gjithmonë? Me gjasa jo. Me gjasa jo. Pse? Dhe asili majtë hunës kush e disa herë. Sepse bëjmë gafa, bëjmë mëkate, bëjmë prapësira, por ne jemi në beslidhje me ta. Edhe ai është besës, e do na dojë përjetësisht pavarësisht ç'a bëjmë apo nuk bëjmë. E njëjta gjë në martesë është ti lidh besën. Edhe unë po përmend ja të lexoj një thënie nga një pastor i kohës nazizmit. Bonhoeffer ka thënë kështu: nuk është dashuria se ajo që thot bota, jo. Nuk është ajo që e mban bashkë një martesë, por është beslidhja martesore që e mbron dashurinë tuaj për njëri tjetrin. Në fillim nuk të hyn në sy beslidhja. Pse? Sepse në fillim e gjithë ndjenja, gjithë emocion, gjithë dashuri, e thua të pon vetëm për ta mbyllë të mohabet edhe për të vazhduar, sepse është sigur që ne do të duhemi përjetësisht e forever përjetësisht. E di kur të duhet beslidhja? Beslidhja të duhet kur nuk ndjen më. Beslidhja të duhet kur ai tjetri ta acaron. Edhe kur e ke mendjen te beslidhja, të ikin mendimet e kontratës.
Edhe ti iki mendimet, hajt ta bëj kështu se kështu e ka bë dhe një shoku im të puna, edhe ai e lodhi gruaja dhe e la, edhe unë dhe e lej. Ose hajt ta bëj kështu se kështu e ka bë dhe kushërimi i parë, ose kushërira, ai burri flete çiksi shumë gjumë edhe e la. Shiko, beslidhja është, kam dhënë besën për gjithë jetën. Unë zgjedh për ta dashur, jo se ndjej, edhe kur nuk ndjej gjë, zgjedh për ta dashur. Zgjedh për ta falur, për ta pranuar me gjithë gafat e tij. Di pse? Sepse jemi njerëz, sepse jemi mishor, jemi egoist, edhe nuk kemi për të ndjerë gjithmonë të dashuruar, sepse si jemi të përsosur. Nuk jemi të përsosur, për t'i zgjedh me dëshirë të qëndrosh në beslidhjen që ke dhënë atij personi. Edhe i studim thonë të kështu. Çiftet në këtë fazë, të kjo faza, 8 nga 10 nga këto çiftet, për shkak se u kapën pas beslidhjes në këtë fazën e atërimit që nuk ishin shumë të lumtur, por thanë nuk do heqim dorë, 8 nga 10 ju kthye lumturia në çift, dhe dashuria në çift për shkak se nuk u dorëzuan. Perëndia e freskoi edhe restauroi dashurinë e tyre. Shiko, sa herë që flas për këtë gjëra, është dikush që thotë ti fol fjalë të tilla, po ti se ke iden çfarë po jetojnë në shtëpia. Ti se ke iden si është kthy shtëpia jonë. Është kthy si arenë boksi. Ti se di, pranaj thu kështu. Në fakt, si thash unë madheni, kemi se 2 vite martuar, dim shumë gjëra, jo për të mburr, por e di çfarë, 2 çifteve, edhe kjo është rrëfim, 2 çifteve që janë këshilluar, edhe shumë të tjerëve u kam thënë, 2 çifteve u kam thënë, ju lutem, divorcohuni. Edhe më shumë se 10 çifteve ju kam thënë, të lutem, merr 119 tani. Tani. Sepse, nëse për ndonjë arsye ka dhunë në shtëpi, të lutem, mos e tolero dhunën. Në asnjë lloj forme. Nëse ka, shiko, një shpull sot tolerohet, vin 2 shpulla nesër, vjen 3 shkelma, edhe bëhet normë. Nuk është mos toleroni asnjë lloj dhune në shtëpi. Edhe është aq më shumë që në këtë kohë është shumë i lehtë denoncimi, edhe është për 2 minuta vjen furgoni te shtëpia, edhe heq huqin e dorës. Po se hoqi huqin, s'ka gjë, letrica vjet atje se mund të shtrohet. 2 çifteve kam thënë të ndajnë nga burri, edhe thamë, po pastor, ti a ke lexuar në Bibël që thuhet Zoti e urren divorcin? Zoti nuk është Zot legalist. Zoti nuk na jep rregulla për hir të rregullave. Zoti na jep rregulla për të na mbrojtë. Sepse Zoti e di dëmin që mund sjell një divorc, edhe e di shkatërimin që bën divorci një çifti edhe fëmijëve. Por ama nëse dhuna dhe abuzimi që po të bëhet ty është shumë e madhe, që e me lehtë të ishte divorci. E di që mund të ketë njerëz që e kundërshtojnë këtë gjë. Kështu që, por do doja shumë ta menosh këtë gjë. Të thu, dakord jemi në beslidhje, do rri gjithë kohën me të, po ka dhunë, ka abuzim. Mos tolero asnjëherë asnjë nga këto gjërat. Sepse acarimet edhe gërricjet e paszgjidhura do gjenerojnë, do zmadhohen. Prandaj është qëllimi që nëse, si thot shkrimi, mos e lejo keqkuptimin, mos faljen të ngeli pasqaruar deri kur, deri në perëndim të diellit. Brenda 24 orëve, sepse aq mund ta kontrollojmë ne zemërimin edhe mosfaljen. Nëse kalon 24 orë, të kontrollon zemërimi ty. Edhe ti fillon për bërë gjëra për të balancu gjendjen tënde të brendshme emocionale. Kështu që kujtoni beslidhjen në këtë fazë kur ai ta hiq trurin, ajo ta hiq trurin, sepse diçanov vjen duke u forcu martesa edhe vjen te faza 5. E di cila është faza 5? Forcimi i martesës. Martesa shkon në 2.0. Sa herë që ka acarime, ka tensione, edhe nuk i lejni të shkupusin e të dëmtojnë, martesa përmisohet. Edhe
Shoh një herë kemi shumë kalamaj këtej. Edhe seksi pajtimit është më i mirë. Nuk ishe përqesh? Edhe vërteta është, sa herë, a do ketë acarime, që kema atë punë. A do ketë tensione, që kema atë punë. Jemi njerëz mishor, jemi njerëz egoist. Menojmë për vete edhe kemi gjithto tensionet. Ama nëse zgjidhen, e di që ndodh martesës, shkon 2.0. Shkon 3.0. Shkon 4.0. Sa ka shku iPhone-i, iOS-a? 26.0. Ore nga shkoj 26, 18 ishe, nga 18 e kështë shkuj 26, te modeli ri, i ka vërceu një 8. Edhe kështu në edhe në martes. Fillon duke bëmba omël, ma e mirë. Edhe kër i shef ato pleqët e vjetër nga 70, 80, 90 vjeç, duke hec për dore, duke bo galata me njëri tjetrin, edhe u jam kurios, ore, sa u ka shku martesa këtyre? Duket 1.0, 2-3.0. Pse? Sepse nuk kanë leju asi tension, asi ngërritje, asi vështirësi ta prish beslidhjen edhe marrëveshjen që ka me Perëndin. Edhe uroj me gjithë shpirt që mos të lësh asnjë lloj acarimi dhe tensioni që ta dëmtoj, sepse e di çano pastaj e gjashta? E gjashta është trashëgimia. Kur ti nuk heq dorë nga beslidhja, po ndërton një familje të mirë për vete, po ndërton dhe një model të mirë për kalamajt e tu. Edhe dikush më thotë sa i natë se prindrit e mi, qyshit e mi, ato kanë qenë kështu, nga tezet janë datë gjithë, nga hallat grenë gjithë, nga gjyshit që ka maj menon janë të ndarë, punë e madhe, fillon me ty, filloj e ti, ndërto ti një familje për smari, për vete, edhe model për kalamajt e tu, edhe pastaj brez pas brezi. Shumica njerëzve mendojnë që ka 2 faza martesa. Ka muaj mjaltit edhe acarimi. Këto dyja, duket sikur është fry nga filmat edhe e përmendi dhe bleni nga filmat që martesa duhet jetë romantike gjithkohës, duhet jetë hot gjithkohës. Nëse nuk është hot, nëse nuk është romantike, nuk bën. Nuk bën, vetëm pa acarohemi. Edhe është, do iki me vrap të mami, edhe thot mami, ku po shko moj bi, do e lej, se më ngriti zërin kur si dhash pultin e televizorit. Edhe ato jetuan të lumë të përgjithmonë, është vetëm në filmat, në Disney, shrej ku me fjonën. Edhe gjithë të tjerë që ato jetuan të lumë të përgjithmonë. E vërteta është, çifti ka 2 njerëz egoist që menojnë për vete, edhe për shkak se janë njerëz do gricen, do përplasen herë pas here. Edhe është, ke parasysh kur çifti thot betimet, edhe thot po njëri, edhe thot po tjetri, edhe të dy ecin bashk, edhe vullosin këtë beslidhje mes Perëndis. Shiko, prandaj ka rëndësi që ai ose ajo ta kuptojë beslidhen, që do të thotë, unë nuk po martohem se ti ke lek. Nuk po martohem se ti ke gjëra, më duket se ke një shtëpi në Plashti, më duket se ke edhe 2 shtëpi në Tiranë, je i mirë ti për të martu. I nuk po martohet për këtë gjërat, por po martohet pse? Sepse ky është personi që do doja të kalojë gjithë jetën. Ky personi e do Krishtin siç e do ti, ka të njëjtat vlera siç ke ti, ka të njëjtën qëllim, drejtim në jetë siç ke ti, edhe do të jetë në beslidhje, nuk do të jetë në kontratë, do të jetë në beslidhje pavarësisht se çfarë do ndodhi, do qëndroni bashkë. Do të ftoj nusen time bukuroshe të ndaj diçka. Po që të them unë tani? Altini s'la gjë pa thënë. Në fakt, më kujtoj ditën e dasmës, ne u siguruam mirë që u martuam, patëm 3 dasma, një me familjen time, të shtunën në darkë, të dielën paradite ceremonia në kish, dhe të dielën drek me familjen e Altinit. Edhe e kishim porositur atë shokun ton, pastorin që do drejtonte ceremoninë. Shumë nga ju na njohin, e din, ne vim nga familje me traditë muslimane, kështu që do ishin gjithë fiset tona edhe miq tanë. Edhe tham, shiko,
ne duam që t'jetë një dëshmi e dashurisë Perëndis, t'jetë një mundësi që njerëzit të dëgjojnë ungjillin, po dhe t'jenë të dëshmitar të martesës son, po shkurt të gjitha këto, se vinim nga një dasëm në 2 të mëngjesit u mbyll dasma e familjes sime. Edhe ishte 2 orë ceremoni, mesazh për beslidhjen. Kështu që ne nuk e harrojmë më asnjëherë beslidhjen, edhe mbase unë besoj që çdo gjë që ka ndodhur në gjithë këtë udhtim ka investuar që t'jemi te ky versioni sot, nuk e di, 10, 11 i martesës son. Edhe siç e tha Altini, jemi lutur shumë në fakt për gjithë këtë seri, sepse nuk duam që t'jetë një kohë që ju ngarkon, apo që largoheni nga kisha me ndjenja faji, turpi, apo me zemër të rënduar. Unë besoj fort që nuk ka asnjë gjë që Zoti nuk mund ta shpengoj, që nuk mund ta ripërtëri. Edhe patjetër që fryma e shenjtë sjell bindje, e ndrejqe, e mësim, por sjell edhe ngushëllim, sjell edhe fuqi për të ecur përpara. Kështu që shpresoj shumë që këto mesazhe do jenë inkurajim edhe frymëzim për çdo lloj stine që jeni në jetën tuaj. Por si vinë 2 persona në një martesë që nga 2 bëhen 1? E di si ndodh kjo kur ka më pak unë edhe më shumë ne. Për ne të 2 ka qenë shumë e vështirë, ne ishim të rritur për të martuar në atë kohë. Unë isha 26, Altini ishte 28, po në mbaroj shkollën e lartë e isha akoma beqare, atëre, dhe shumë e pavarur, kisha një lloj vetë mjaftueshmërie, mirë, s'të pëlqen ty kjo, shkoj e bëj vetë. E marr vetë, e rregulloj vetë, apo si ishim mësuar ne në fëmijëri, po të prishej lavamani, mami fillonte me legenin, hap rubinetat, pastroj kështu, lëri të thahen, rrotulloi këto gjëra, ne ishim mësuar dhe rregullimet në shtëpi t'i bënim që fëmijë. Altini po ashtu, jetonin në shtëpinë ku jeton Beta sot, ishin vetëm të 2, kishin ato rutinat e qeta, gjithë dita ishte ngarkuar me shërbes, secili ritmin e vet. Madje mbaj mend që se tani kjo është koha që të marr dhe çik hakun për gjithë ilustrimet që Altini më përdor në mesazhet e tij. Kishim pak javë që ishim martuar, duhet ishte javë 2 ose javë 3. Edhe ishim në shtëpi, ishte ditë pushim dhe Altini tha: "Ore, kështu do jetë tani çdo ditë e jona? Ti je këtu gjithkohën, vërdall." Thashun, po tani ky ishte plani, kjo është ideja, prandaj dhe u martuam. Mund të duket si një moment me humor, po unë them që filloi të tregonte atë sikletin se sa të varur ne ishim dhe u bëm nga njëri tjetri në martesë. Shiko çfarë thuhet tek Zanafilla, dhe ky ishte qëllimi kryesor i martesës nga Perëndia. Për këtë arsye njeriu do të braktisë baban dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë një mish i vetëm. Fjala një e përdorur këtu është fjala ekad. Njëshi që ka shumë pjesë. Është e njëjta fjalë që është përdorur tek ligji për të rirë për Perëndin. Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një, ekad, i vetëm. Është një njësh që ka kuptimin që është i përbërë nga shumë pjesë. Edhe unë mendoj që ilustrimi më i mirë, populli ynë është i mençur dhe ka nxjerrë ca thesare, është burre grua, mishë thua. Edhe po dëgjoja interpretimin e kësaj shprehje nga një profesor psikoterapist, dhe ai e shpjegoi shumë bukur. Se si mishë thua do të thotë që çdo element është ndryshe nga tjetri. Dhe kur bashkohen, nuk bëhet thoj mish edhe mish i thua. Ngjiten me njëri tjetrin për të krijuar një gjymtyr të vetme, por ku secili nuk funksionon vetëm. Nëse thojnë e heqim, nuk e di nëse ju ka ndodhur, ai është thjesht i vdekur. Është si floku, por më kompakt.
as nuk mund të kryej funksionin për cilin na është dhënë për të mbajtur mishin, edhe për t'i dhënë ato aftësitë për të kapur, për të mbajtur, për të qenë më i fortë si gisht. Por e njëjta gjë, nëse ju ka ndodhur që të bjerthoj, mishi është shumë i ndjeshëm. Vritet kollaj. As nuk kap dot gjëra të bësh ato funksionet për cilin është krijuar dhe funksionon mirë kur ato janë bashkë. Dhe kjo do të thotë, sepse ne ndonjëherë na tremb, nuk ka më unë, por ka ne. Ka ne nuk do të thotë që ti krejt papritur nuk ekziston më. Por ti je bërë një, mish e thua për të operuar bashk në jetë. Dhe si bëhemi një? Bëhemi një fizikisht. Po, edhe pastori me gruan e tij bëjnë dashuri. Të paktën 2 herë kemi me fakt në këto 22 vite. Shiko çfarë u thot Pali Korintasve. Burri le të kryej detyrën martesore ndaj gruas. S'është vetëm qef kur të duam, është detyrë martesore, siç thot shkrimi. Burrat u kënaqën. Po ashtu dhe gruaja ndaj burrit. Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por burri. Gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja. Miq, ju që jeni beqar, bëni durim. Do vi dita që të bëni çfarë të doni me atë që doni. Dhe Pali vazhdon, mos ja privoni njëri tjetrit. Shkrimi urdhëron. Përveç në qoftë se jeni marrë vesh, patjetër që sigurisht burri me gruan mund të bien dakord, të bëjmë pushim për një për një farë kohe. U kënaqën çunat që ta mbajmë mbi 18, që t'i kushtohemi agjërimit dhe lutjes. Tani unë s'njoh shumë çifte që kanë vendosur të rrinë me javë të tëra duke u lutur edhe agjëruar, dhe përsëri e janë i bashkë që të mos ju të ndoj Satani për shkak të mungesëve të kontrollit tuaj. Shiko, mund të duket çike rëndom, po burra dhe gratë martuar. Njeriu i uritur të ndohet edhe nga një molto te marketi parë i lagjes. Zoti na ka bashkuar që t'jemi një fizikisht. Edhe mos t'i lëm hapësirë Satanit, sepse dim shumë mirë se si ruan edhe gjuan momente dobësie për të sjell largim, për të sjell ndarje, edhe për të sjell mëkat. Ne bëhemi një fizikisht, por ne bëhemi një dhe emocionalisht. Po, kur jemi në fazën e dating, e të njohjes, ne kalojmë orë të tëra në kafe dhe flasim. Dhe pastaj, kur martohemi, edhe vim në darkë nga puna, shpesh, sidomos burrat, si shkoj dita, mirë, edhe u lëm divan. Edhe sigurisht pasaj gruaja do merret me çorapet që janë lënë ta në krevatit, me pjatën që u lanë në tavolinë, apo burri me rrudhat e këmishës, që janë të gjitha gjëra të rëndësishme, por nëse ne nuk e dim se si është tjetri emocionalisht, nëse nuk jemi një, nuk kemi hyrë thellë të kuptojmë e të ndajmë emocionet tona me njëri tjetrin, uniteti nuk është i plotë. E di si m'duken emocionet si ato rrënjët e pemës, që ne ndonjëherë i neglizhojmë sepse nuk i shohim. Ato janë në tokë, por nëse ato nuk janë duke u rritur, pema do thahet. Prandaj është e rëndësishme që ne të jemi të lidhur edhe të ndajmë me njëri tjetrin. Mbaj mendshëm Valentinin ton të parë. Ne kishim një shtëpi me qera, aty tek lagja e medreses, ishte një shtëpi private, në katin e parë jetonin të zotët e shtëpisë, në katin e dytë jetonim ne.
Altini punonte në fundjavë, që shkonte në fshat me shërbesat, unë isha gjatë javës në punë dhe shpesh kur vija nga puna, përgjithsisht vija shumë vonë, Altini ishte tashmë në shtëpi. Nuk e dija e mban mend Altini, në gjitha shkallët ashtu e lodhur, as dhuratë s'kisha marrë, shumë nga ata që më njohin e din që po i futa punës, harroj ndonjëherë gjërat e tjera që janë të rëndësishme. Dhe kur arri aty te kati dytë, pasi kalova zonën e zotit të shtëpisë, shikoj letra me ngjyra në formë zemre, në çdo shkallë. Me nga një fjalë të dua shumë, edhe në varg biblik, hapa derën, i kishte vënë kështu në rresht, derisa shkova te tavolina, kishte vënë qirinje dhe kishte u kënaqa aq shumë. Mund t'i thosha po për çdo gjë, Shën Valentinin e parë. Uniteti emocional, kur ne depozitojmë në gjendjen emocionale të partnerit, në fakt ndërton një të qenuri një shumë të fortë që afekton pastaj të gjitha fushat e jetës. Meqense Altini e tregoi tani, do ta vazhdoj unë si është, që mos mendoni që kemi 6 muaj që po vritemi. Në verë, ishte një situatë shumë e vështirë, ne ishim të zënë, unë kam disa mikesha me cilat flas rregullisht për punët, për sfidat, për leadershipin, edhe për martesën. Edhe më mbeti mendja sepse njëra nga ato më tha, shiko, e di që jeni shumë të zënë, e di që keni shumë punë, edhe s'keni kohë, por duhet të dish që shërbesa juaj rrjedh nga martesa juaj. Edhe në një farë mënyre Zoti na bindi të dyve që duhet të rregullonim ndonjë gjë. Gjëja që shijoj më shumë është kur pim kafe bashk, nuk është që është mundësia gjithmonë. Edhe kjo mikesha që më këshilloi më dha një libër. Kishte shumë kohë që më kishte dhënë një libër që kishte mbetur në raft. Çfarë prisje ti? Dhe ishte libër shumë i mirë për martesën. Dëgjoj, tha, kur të pini kafe, merrni atë librin dhe lexoni një kapitull nga ai çdo ditë. Shkojmë te kafja, e shikoj që është mirë, është mëngjes, nuk jemi të ezauruar, është kohë e mirë për të folur për gjërat e rëndësishme. Atë shkoj ta marr atë librin aman. E fillojmë kapitullin e parë dhe shohim. Altini i ka shumë qejf kur janë idetë e tij. Tha, e di qa pse të lodhesh deri në shtëpi. Tha, hajde lexojmë Kantikun e Kantikëve. E keni lexuar Kantikun e Kantikëve ndonjëherë? Çifte, lexoni Kantikun e Kantikëve bashk. Dhe jemi kënaqur aq shumë tani, për ato që nuk e kanë lexuar, te Kantiku i Kantikëve, ka paragrafe si sa i bukur je i dashurim, ka çurrelat e tua që bien mbi fytyrë. Dhe ju e dini që Altini s'ka kaçurrela. Apo, e dashura ime, dhëmbët e tua janë si një kopë delesh që secila ka binjakët e vet. Dhe unë kam akoma dhëmë qumshi, se s'm kanë dalë të përhershmit. Pra ti, domethënë ne qeshim gjatë kohës që lexojmë atë, sepse shumë nga ato gjëra nuk janë të vërteta dhe relevante për ne të dy. Por ka bërë një gjë fantastike, sepse teksa qeshim edhe bëjmë humor, pastaj krijohet ajo gjendja optimale emocionale për të folur, edhe për se si ndihemi për gjërat të tjera. Jo domosdoshmërisht lidhur me ne të dy dhe martesën, por edhe kur ne dim se çfarë tjetri po kalon, çfarë e ka shqetësuar, çfarë trazire po kalon atë javë, apo lodhje, te ngarkesë, ti bëhesh vërtet një emocionalisht. Edhe së treti, ne bëhemi një financiarisht. Po, do t'i ndani dhe lekët. Kështu që ju që i keni me merak dhe si jeni martuar akoma, bëjni këto biseda tani. Shiko, ku është thesari juaj, thot shkrimi, është zemra juaj. Edhe nëse thesari juaj nuk është bashkë me
burrin apo me gruan tënde, nuk jam e sigurt që dhe zemra është 100% aty. Tani, është shumë e çuditshme, sepse një dilemë e madhe është ti ke çifte që e pëlqejnë njëri tjetrin, edhe thonë, di qa, po ne vendosëm të jetojmë bashkë, se pa harxhonim 2 qera, se cili veç e veç. Unë gatuaj, a i gatuaj. Unë bëj pazar, a i bëj pazar. Kështu e ndajmë qeran bashkë, kursejmë, po të dy ndajmë kosto, dritat, ujë, ushqimin. Pastaj, kur vjen punat e martesa, do se cili llogarimë vete, do se cili buxhetin e vetë. Pra e shikoni se si ligu ka gjetur marifetet e veta. Dhe ne, për të ruajtur atë unin dhe individualitetin ton, por në martes, ti mund të jesh një. Dhe përsëri të ruash individualitetin tënd. E di, më pëlqen shumë fjala beslidhje, sepse ka brenda fjalën bes. Ne, vajza, sepse mendoj që është bërë më shumë e modës që vajza të ketë pavarësinë, ne po i besojmë atij djalit, atij burrit, gjithë jetën tonë, trupin tonë, të ardhmen tonë, zemrën tonë. Ky duhet jetë besimi më i madh. Besoj unë, se sa financat. Sepse e di qa, nëse llogaria jote është plot, prap nuk do mjaftoj për të mbushur një martesë bosh. Kështu që ndani, keni një buxhet, bashkoni burimet tuaja, bëni plane të mira, se si do t'i harxhoni, shpenzoni, investoni ato, edhe ruani me fanatizëm unitetin e martesave tuaja. Është shumë sfiduese, por shumë e bukur dhe shpërblyese. Zoti ju bekoj. Shoqja ime, mikja ime, janë fjalët e kantikëve. Që nëse do dish më shumë lexoj vetë kantikun e kantikëve me burrin, me grum, qaf për qaf. Si do ta mbyllon tash? E di si do ta mbyll? Shiko, shpesh domi më i madh në martesë, edhe doja vëmendje për këtë gjë, është nuk na vjen nga gjërat që ndodhin në martesë, kur u martuam e pas. Dëmi më i madh vjen nga gjërat që na kanë ndodhur përpara se të martoheshim. Edhe kur martohemi sillim bagazhet edhe përvojat që kemi sill atëherë, edhe që kemi kaluar atëherë, edhe e trajtojmë atë si ai, ajo apo çfarë lloj vështirësie që kemi kaluar më para. Kështu që e fundit do ishte është si bëhen dy në një dhe qëndrojnë në një kur merren me gjërat. Kështu që merruni me gjërat. Familjet s'kan përqen për sosra. Familjet kanë dinamika, kanë sfida, kanë halle, kanë trauma. Kështu që është merrni me gjërat. Nuk ka njeri që mos ketë kalu gjëra. Kështu që merru me ato. Merru, hape zemrën, shërohu, pastroje, lëviz edhe lëviz përpara. Kështu që bëj diçka, mos rrim ato bagazhet e vjetra duke majt kujtimet e vjetra, sepse gjërat e shkura nëse rrin aty janë si meteorinat. Meteorinat po i majtëm në shtëpi, çfarë do ndodhi? Do kalben, do qelbet gjithë shtëpia. E njëjta që me martesën, me historitë e shkuara, me gjërat që na kanë ndodhur atëherë, nëse i maj me vete, do dëmtojnë martesën. Është sigurisht që ka çuna dhe goca në këshillime, na ka thënë majme një rast që thonë ky personi, ti se ke idenë çam ka ndodhur mu. Ti se ai iku natën një, kishte pinin e kartës, mori kartën, mi mori gjithë lekët 2, edhe për një javë kisha qirane e shtëpisë, edhe ajo tha kam ngrënë makarona për 10 ditë. Edhe makarona, nuk është se kisha lek për makarona, po qelluan që i kisha, ato kisha në raft. Edhe ajo që po i thoja është, shiko, e kuptoj, por mbyll, iku,
maroj. Kjo është lidhja e re. Ti pa e trajton këtë personin sikur ti ishte ai. Ai ka ik. U mbyll ajo. Ndodhi. Kështu që mos u mbron ai këtij sikur ky tjetë ai personi tjetër. Merru me këto pasigurirat, me këto frikrat që kanë ardhur të mbartura. Kështu që shërou, rregulloj gjërat, sepse nëse nuk shërohesh, partneri jot do vuj gjëra pa lidhje. Edhe më keq, kalamajt e tu do vuajnë pasojat e neglizhencës tënde. Kështu që nxitja ime do ishte gjithë kohës, ne jemi në dispozicion me kuptimin e mirë të fjalës për të ullë, për të folë. Nedi dhe Jorida janë gjithë kohën të gatshëm për të folë me çiftet. Unë dhe Ada, nëse ke nevojë për këshillim, për shërim, për të folë, për të lutë, nëse ke nevojë për specialist, edhe situata është më ndërlikuar e të duhet psikolog, të lutem, shko te një psikolog. Edhe për ne kemi shtegun e shpresës që nëse je i cefis ke ulje te kjo qendra, por nxitja ime do ishte merru me gjërat. Merru me gjërat. Unë për vete kam bërë sidomos 10 vitet e fundit, kam bërë 3 herë seansa këshillimi për shkak të sfidave, ngarkesave, edhe vdekjeve, gjërave që kam kalu këto 10 vitet e fundit. Sepse nëse unë nuk do bësha më mirë, pasojat e gjërave që po më ndodhi mua, do t'i vunte Ada dhe kalamajt. Qa halli kanë ato? Se unë jam lëmsh. Shiko, ku na dhëmbi, qa bëjmë ne? Shkojmë ke dendisti. Dikur ku ishim fshat, ku na dhim të dhëmbi, i fusim i tek e raki. Ku na dhim të më shumë, i fusim dhe i tjetër dhe sa boshim tap. Po prap nuk u shëronte. Kur na dhëmbi, shkojmë ke dentisti, kur kemi nevojë për syze, shkojmë te okulisti, kur gjërat janë të pasqaruara emocionalisht dhe kemi ngërç për brenda, nuk shkojmë të këshillohemi. Edhe po i thoya dikujt, po shiko, pse nuk shko te psikolog? Pse i çmend të dukem unë ty? Thash, po jo, më bursa nuk thash nej. Me mendjen time thotë, po dukesh i çmend që nevojë për psikiatër, për ilaç, po nuk e thash. E mendova këtë pjesë. Kështu që jemi një të premte në muaj Nedi hap shpinë për gjithë çiftet që të kalojnë një kohë të bukur, edhe të mësojnë, edhe të luten me njëri tjetrin. Kemi kursin paramartesor me 6 mësime për çifte që po përgatiten për shku drejt martesës, biseda dhe lutje gjithkohës për sfidat martesore. Kështu që do ta mbyll me këtë vargun. Do ta mbyll me këtë vargun. Edhe ky vargu është një kujtesë e asaj që tha Ada, çado që mund kesh kaluar në të shkuar, Perëndia thotë, unë do t'i jap një fillim të ri, të freskët kur ja dorëzon gjërat atij. Ja ta lexojmë. Mos kujtoni më gjërat e kaluara. Mos shqyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg, e nuk do ta njihni ju, po do të hap një rrugë në përshkretir, do të bëj që lumejt të rrjedhin në vende të vetmuara, sepse Perëndia jon është Perëndi që jep shpresë. Pavarësisht çfarë do lloj situate, ai gjithkohën do që të ringjall shpresë, që të na fuqizojë neve për të lëviz përpara. I ligu do të na majtë e shkuara. Perëndis intereson ajo që ka ndodhur sot edhe drejt përpara për ta jetuar edhe përjetu atë që ai ka për secilin prej nesh. Kështu që, a dhe lutemi. Kjo është, e di që është për dike mund tjetë seri shumë sfiduse e bukur, për dike mund tjetë seri ngacmuse, për dike mund tjetë seria më pa lidhje, se nështë ati as po e mendon martesën. Qa do lloj që mund tjetë situata jote është, uroj që fryma e Shenjtë të ka dhënë një fjalë. Edhe nxitja ime do ishte, nëse fryma të ka përshpërit, edhe ti je në mëkat, sile para ti. Shkrimi thot, po t'i rrëfejmë, ai është besnik, na fal, na pastron, na e fillim të ri. Që nëse fryma të kujton diçka që ke bërë gabim, ndaj asaj, ndaj atij, sile para Perëndis, pastroje zemrën tënde. O atë ti e mirënjohës, ti e ke kriju martesën, nuk është ideja jonë, ti e ke kriju. Ashtu siç ke dash vetë, edhe ke dhënë udhëzimet, ashtu siç ke dash vetë.
ashtu si që shef ti, të bukur, të lullzuar. Zot na mëso që do jemi të ndjeshëm ndaj zërit tënd, do jemi të ndjeshëm ndaj udhëzimeve të fjalës tënde, që do ndërtojmë familje për smari për vete, do ndërtojmë familje për smari për fëmijët tanë, edhe model që do vazhdoj brez pas brezi, frymë e shejtë. A do na fuqizosh atëherë kur jemi të dobut? A do na japish fjalë të mira kur s'na vjen as i fjalë e mirë? A do na japish favor kur jemi përballë sfidave? Lutemi Zoti im që ti do t'i mjekosh çdo lloj plage, çdo lloj lëndimi, çdo lloj traume. Dhe do ta shërosh, Zot, lutem, për çiftet e reja që do kape mas asaj beslidhje, e se nuk do ta lëshojnë gjithkohës. Lutem shumë, Zot, për sfidat në për familjet tona. Lutem për që do të na bekosh në familjet tona. Lutem që do na mbrosh familjet tona në emrin e Jezus. Do t'i mbushësh shtëpitë tona me paqen tënde, që do ndjehet që kur hyjmë te dera kryesore, e do ndjehet paqja dhe shlodhja e Perëndis në çdo vend. Zot, ti ke premtuar, ti i jep shlodhje atyre që do. Zot, kthej shtëpitë tona. Në emrin e Jezus, kthej shtëpitë tona në një vend shlodhje, ku nuk do jemi duke atësëruar njëri tjetrin, do jemi duke fuqizuar njëri tjetrin, duke u kënaqur me njëri tjetrin. Zot, faleminderit, Zot. Vazhdo të na fuqizosh, dhe vazhdo të na tregosh një gjë të re, hap pas hapi. Në emrin e Jezus lutemi. Amen.